rrugët pa emër. Presheva që po humbi identitetin. Në një cep të harruar të Ballkanit, ku flamuri valvitet fshehurasi, ndodhet një vend që dikur ishte simboli krenarisë shqiptare. Presheva. Sot, kjo trev jeton midis kujtesës dhe fshirjes. Në letër ajo ekziston, në realitet po zhduket ngadalë, rrugë pas rrugë, emër pas emri, njeri pas njeriu. Këto gjindemi në sallën e Kuvendit Komunal në Preshevë, legislativi më i lartë i komunës së Preshevës. Ky kuvend që është më e rëndësishme, nga sistemi shumë partijak nga viti 1990, deri më sot udhëhiqet me 100% shqiptar. Këto ku mirën vendime në të mirën e qytetarëve të luginës së Preshevës, por jo vetëm. Në vitin 2018, Komuna e Preshevës nisi një proces që duhej të ishte i thjeshtë, emërtimi i rrugëve dhe numërimi i shtëpive. Një hap i vogël në letër, por jetik për njerëzit, sepse pa adresë nuk ke dokument, pa dokument nuk ke identitet, pa identitet nuk ke as të drejtë të jesh qytetar. Por ajo nis të shtoj. Si çdo premtim që ka rënë në baltën e moskokçarjes nga udhëheqësit shqiptar. Sot, shumë familje në përfshatrat Preshevës jetojnë pa adresë, pa numër shtëpie, pa mundësi të pajisen me letërnjoftim apo pasaport. Në shekullin 21, në mes të Evropës, njerëz që ekzistojnë, por që shteti nuk i njeh. Që nga viti 2018 në Preshevë, respektivisht për qytetarët që jetojnë në qytet, ka qenë një vështirësi ku për më njëherë u kërkua që çdo shtëpi të përcaktojë numrin e shtëpisë, adresën me numër të shtëpisë. Shumë qytetarë në atë kohë u maltretuan. Pasi që poshtë në katin e parë gjindet katastri ku rregulloheshin dokumentat dhe mirreshin vërtetime, askush nuk u interesonte për hallin e qytetarëve në atë kohë. Po ashtu në atë kohë, në vitin 2018, u bën disa ndryshime të rrugëve, emra që ndryshuan rrugët. Për shembull, rruga e Prishtinës u transferua sipas katastrit në Druganova. Rruga Sveta Tomić u shndrua në rrugën Prvanova. Më pastaj u drejtuam kryetarit të komisionit për emërimin e rrugëve dhe sheshëve për të pyetur se në çfarë rrethana është ndryshuar këta emra të rrugëve. Aty shumë shqiptar janë pasivizuar pothuajse këta nuk merren më me këto tortura, por ata që ende ekzistojnë kalon nëpër lloj-lloj peripecish. Për të rregulluar një letërnjoftim në Preshevë, qytetarët duhet të kalojnë nëpër një rrugë burokratike dhe gjatë, shpesh të lodhshme dhe absurde. Jo për mungesë dokumentash personale, por për mungesë adrese, mungesë numra shtëpish, mungesë emrash rrugësh, mungesë vëmendje nga shteti dhe pushteti lokal shqiptar. A është marrë ndonjë vendim apo iniciativë, një vendim nga Kuvendi Komunal apo iniciativë në përgjigje hasëm që nuk është marrë asnjë vendim dhe është kërkuar në arkivat e komunës së Preshevës dhe të Vranjës dhe nuk ka pas një vendim të tillë për ndryshimin e emërtimeve të rrugëve. Po ashtu ju drejtuam edhe katastrit, duke e pyetur se në çfarë mënyre është ndrruar rruga nga Sveta Tomić në Prvanova dhe nga Prishtina në Druganova. Aty u kthye një përgjigje qesharake, me sa më kujtohet, Kuvendi Komunal ka marrë një vendim, gjë që kundërshtonte përgjigja e kryetarit të komisionit për emërimin e rrugëve dhe shesheve dhe ataj të katastrës. Dhe sipas dëshmive, kjo lën për të kuptuar se kishte për një qëllim për të torturuar një dhunë psikofizike për qytetarët e Preshevës. Më e keqja, pasi që ky kuvend është përgjegjës për emërimin dhe rregullimin e emrave, nuk u mor asnjë nga partijet as nga këshilltarët për zgjidhjen e kësaj problemi. Unë jam Mahrin Abdullah, kryetari i Bashkisë Lokale Tarnov, nga viti 2018 e këndej. Mirë.
Sot qytetarët e Preshevës respektivisht të fshatrave kanë një problem të madh me emërimin e rrugëve, ku ka ballafaqohen me probleme për rregullimin e dokumentave si letërnjoftimin dhe pasaportën. Ju si kryetari i bashkisë lokale, a keni marrë ndonjë iniciativë ndonjëherë për emërimin e rrugëve në fshatin Tërnov? Në vitin 2019 nga Komuna Preshevës më ka ardhur një dokument që duhet me emërtu rrugët në bashkinë lokale Tërnov. Enti Republikan Gjeodezik i ka caktu rrugët, vijen e rrugëve, domethënë prej ku deri ku. Na i ka caktu 11 rrugë në fshatin tonë. Edhe për çdo 11 rrugë na kemi mbajtur mbledhje edhe kemi dhënë propozime për emërtimin atyre rrugëve. Domethënë me datë 28 maj 2019. Ju keni bërë proces verbal për këtë mbledhje kur keni mbajtur? Po, patjetër. Ne kemi mbajtur proces verbal, edhe propozimet, domethënë që kanë qenë për emërtimin e këtyre rrugëve, i kemi shënimet. Çato shënime ja kemi dërguar në Komunë Preshevë, edhe kanë pasur një procedurë për manalt. Pas dorëzimit juaj në Komunën e Preshevës, Kuvendi Komunal a ka marrë ndonjë vendim për të emëruar rrugët ju që i keni propozuar? Na nuk kemi të njoftuar se kanë marrë një vendim apo jo. Domthonë, si bashki lokale nuk kemi njoftuar që a u procedua jo, a u marrë një vendim pozitiv apo negativ apo kurrë. Deri tash jo. Mirë, as nuk keni ndonjë informacion që komuna ka dërguar ndonjë kërkesë për pëlqim nga Ministria e Pushtetit Lokal? Informacion zyrtar jo, me gojdhana kështu kinse i kanë dërguar domthonë Entin Republikan Gjeodezik edhe Ministrinë e Pushtetit Lokal. Me gojdhan. Me gojdhan, domethënë me dokument nuk ka. Mirë. Ja. A ju kujtohet ndonjë rrugë si keni emëruar? Emrat e rrugëve si keni paraportur në atë kohë? Po, patjetër. Rrugët i kemi emërtuar mbas emrave disa figurave që kanë qenë në fshatin Tërnov, si për shembull mësues, profesor, Avdi Bajrami si ka qenë kryeshef i stacionit policor e kështu me radhë. Mirë. Ka rrugë emërtime kështu, rruga e parkut, rruga e mjesinëve, jakeve, domthonë emërtime sipas lagjës. Sipas lagjës. A ka pas ndonjë emër për shembull që ndoshta edhe shteti nuk do ta pranonte në evidencën? Sipas dienisë tonë, jo. Jo. Mirë. Që nga atëherë, sot fshati Tërnov, rrugët e fshatit Tërnov, a mbajnë ndonjë emër? Jo, nga atëherë jo. Këtë vit nuk e di muajin kur, po dikund mars ose prill të këtij viti, njerëzit të fillu me rregullu dokumentet që i përmende të identifikimit, letërnjoftime, pasaport, kanë hasë pengesë në polici, se nuk keni rrugë, nuk keni numër të shtëpisë, edhe me gjas vetë Enti Republikan Gjeodezik i ka caktu një rrugë, e ka caktu për këtë fshatin tonë, Tërnava rruga, edhe numrat e shtëpive domthonë nga 1 deri ku ka mbrit 300. Enti Republikan Gjeodezik. Pa. Të gjithë fshatin e ka emëruar jo si fshati Tërnov, por rruga Tërnov. Rruga Tërnov. Domthonë pa pëlqimin e fshatarëve ose pa miratimin e Kuvendit Komunal. Gjithashtu, A1-Info kontaktoi shefin e kabinetit për një intervistë lidhur me funksionimin e pushtetit lokal dhe në veçanti për masa që janë ndërmarrë në këtë drejtim. Por përgjigjja ishte: nuk mundem për momentin të jap ndonjë koment. A1-Info kërkoi të intervistoj edhe kryetarin përgjegjës për emërtimin e rrugëve dhe shesheve, por ai nuk u gjet as në zyrë dhe as në telefon. Nëse nuk ke emër shtëpie, duhet fillimisht ta sigurosh. Nëse nuk mund ta sigurosh, duhet të sjellësh dëshmi që nuk e ke. Nëse shtëpia ku jeton nuk është e jotja, duhet të marrësh shpëlqimin e pronarit, edhe nëse ke kaluar aty gjithë jetën tënde, 40 apo 50 vjet në të njëjtin kulm. Edhe pasi pronar babai juaj jep pëlqimin në shtëpinë që e plakur, procesi nuk mbaron këtu. Policia duhet vi për verifikim, të shohë nëse vërtet jeton aty, në shtëpinë tënde të vjetër, në rrugën pa emër. Sot 7 vite më vonë, në komunën e Preshevës janë qytetarët që jetojnë në përfshatra që të kenë numër të shtëpive. Do të thotë, nga viti 2018 askush nuk është marrë me problematikën dhe zgjidhjen e këtij problemi. Dhe kjo që i çon dikunja në shërbim
e çon ujë në mulli të dikujt tjetër të cilët kanë për qëllim për të na zhdukur si kombësi që jetojmë në këtë trevë. Heshtja e këtij kuvendi dhe e politikës shqiptare do të thotë i shërben të tjerëve që çon deri në pasivizimin e adresave dhe spastrimin etnik të shqiptarëve. Ky kuvend që është më e rëndësishme, nga sistemi shumë partijak nga viti 1990 deri më sot udhëhiqet me 100% shqiptar. 100% shqiptar dhe 0% interes për qytetarët e Preshevës. Kjo është një heshtje dhe heshtja është pranim. Pranim që çon në asimilim të kombit ton të shqiptarëve që jemi autokton në luginën e Preshevës. Rufat, nënës t'juj i ka hupën letër njoftimi. Edhe jo keni marrën hapa për m'ia rregullu letër njoftimi. Si ka shku procedura për rregullimin e letër njoftimit për nënën tuaj? Po si pike e pare këm lejmëru që i ka hup. Ka thonë, duhesh me shkojnë me ndreq dokumenta të rritaze. Ja, pasur që i ka dalë afatis që ka ndreqish. Ka pe duhet. Dhe kom shku në asalës 2 herë. Jo së banë rjeti, për gjithë ku shkova apet së banë. E i lashtë në miratos më këshin që i shkova e mora. Mirë. Në salës keni shku te komuna. Te ofiqari. Pastaj jeni kthy prej në salës keni ardhur në... Kom prit një javë, s'ma kanë quen, ta në apet për gjithë kom shku, se si mora numër telefonat ku zonë. Ta në më thënë për ta qesmin miratos. Në mëse një javë ma qëtën miratos. Shkova i mora. Ta në në polici shkova me... Ma i spori në zera këto letret e numrin e... Shas për deshke. Mirë, numrin e shtëpisë keni nxjerrë. Ku e keni nxjerrë numrin e shtëpisë? Te notikri. Po. Kemi nxjerrë numrin e shtëpisë, lloj dokumenti, mikra dokumenta. Kur kom shkuar në polici, ka zuar rastin që është smut, invalid me policë, duhet me prunë. A përmes me prunë nënën duhesh me social mi. I kom hi me social, prit sot prit neve se të merr një vendim që është e paaftë, një dokumente kom marrë te mjeku që është e paaftë. Prita një javë. Masën e na kur shkuan policia jo tha dush me prapet nënën. Do të thotë, juve ju kanë thonë në stacionin policor për mi rregullu dokumentat që nëna e juaj është e paaftë nga qendra për punë sociale. Pas një jave e keni rregulluar, e keni marrë vendimin që nëna është invalid dhe pas ju përsëri policia ka kërkuar që nëna juaj të vinë para stacionit policor. Për çat arsye me social hinë kishim sociale me ma polloma që më në nënshkruar ose një person i sociali që mos me qunë nënën me maltretu të nëllë të poshtë. Ata më thënë apet me qua në ora 8 sabale, apet aty gjysore majton a një ora. Që këtë punë tjera të se ta shojti mua të rrë. Të në me ime s'mone për i pyjt gjithë ditën të. Ka dhova rasin shah, ta ne morë. Se veti nënën kur gjohë, se s'mu i kemi hi me polisit i majnda, ta ne muë. Unë e vazhë deklarat edhe u kry. Për mësë me maltretu nënën, kom bo termin, kom pagu 20 euro terminat, edhe për... Ku i keni pagu terminat 20 euro? Që aty të qaj... Te ato agjensionet që pi krymë punë, pa? Kom bo termin, i më konë me 21 ishin. Dhe që ina aty, tha... E në shkujt, i ndojnë anë agisht, tha që duhet me ardhë, ashtë i policia me verifiku, a është që ki person të banun që të drejzë. Tha po kjo i ka 8-6 vjetë dhe. Normal që të drejzë, ashtë invalid, a i të po që nuk ka që të drejzë kjo. Jo, tha pa e verifiku, tha nuk mund. Mirë. Përgjën policia, verifikojnë, ata në vjen mas 3-4 dhe lëshën në të njësë. Që sa vite jeton nëna juaj në këtë shtëpi? Po që 70 vite. Për të për 70. Do në thotë, krej dokumentat që i ka pas të më hershëm, të gjitha i kanë zerë me këtë adresë ku sot jeton, edhe pas 70 viteve, do në thotë, kërkohet të bëhet një verifikim se nëna juaj, sa vjeqare është? 86. 86 vjeqare a jeton në këtë adresë apo jo? A që shtu më thanë Allah, a policia ta s'ki shans me lëshu. Mirë, a kanë qenë policia për me bo verifikimin? Jeni tash duke i pritur për me... Të i prit me verifiku, tani mas 3-4 ditëve një javë ta dëshme lëshu në të njësë. Mirë, po këtu rruga juaj, a mban ndonjë emër rruga, apo si quhet rruga ku jeton? Jo, s'ka emër. Si ju shkruan në dokumente në letër njoftimi? Hiç pa emër, vetëm se Miratoc. Vetëm Miratoc. Nëse pronari ka ndëruar jetë, duhet të sjellësh dëshmi që ai është i vdekur. Një rreth i mbyllur burokratik që i detyron qytetarët të enden zyrave për javë të tëra.
Ky është realiteti një jete pa adresë, ku edhe për të provuar që ekziston, duhet të kalosh nëpër një labirint dokumentesh. Pra gjendjen aktuale të qytetarëve e dëgjuar, gjendje kaotike, torturë psikofizike dhe financiare. Tjetra dhe çka është më e rëndësishme që ngrit dyshimet se këta po manipulojnë me gjendjen kaotike të qytetarëve. Për arsye se, sipas ligjeve në fuqi në Serbi, në gjithë territorin e Republikës së Serbisë, po mund të themi edhe në shtetet e rajonit, emërimin e rrugëve dhe shesheve e bën kuvendi komunal, respektivisht Komisioni për emërimin e rrugëve dhe shesheve, kuvendi komunal, pra kuvendi me 100% shqiptar duhet të miratojë atë, në këtë rast duhet të kyçet edhe Këshilli Kombëtar Shqiptar, gjë që deri më tani sipas informacioneve jo zyrtare që kemi nuk janë kyçur dhe nuk kanë marrë asnjë vendim, që pushtet me 100% shqiptar me 0 veprim për shqiptarët. Tjetra, shtrohet pyetja, si është e mundur që pushteti aktual të caktoj sa seanca për ribalans të buxhetit të komunës së Preshevës, buxhetit ku ndahen tendereve sipas interesave partijake. Deri atëherë kanë interes të organizojnë dhe të mbajnë kovend sa herë që ketë nevoja, por jo edhe për emërimin e rrugëve. Për emërimin e rrugëve dhe shesheve nuk duhen mjete financiare, duhet vullnet, duhet vetëm përkushtim dhe nuk duhet mjete financiare për të emëruar rrugët, që deri më tani nuk ka ndodhur. Kështu, në Preshev, fëmijët rriten në rrugë pa emër, pleqt vdesin pa adresë. Dhe një popull i tërë rrezikon të humbas në art, jo sepse u shduk, por sepse askush s'ka guxim ta regjistroj. Rrugët pa emër nuk janë vetëm rrugë. Janë plagë të hapura mbi ndërgjegjen tonë kolektive dhe mbi të gjitha të pushtetit lokal dhe partive politike që thirrën për çështje mëdhore kombëtare e nuk janë pranë kombit.